Kam një seri pyetjesh që lidhen me aktualitetin, le të themi, të jetës në Tiranë që në këtë fund vitit do të diskutoja pak me ty. Është fundi vitit, dakord, çfarë s'kemi dëgjuar, çfarë s'kemi parë. Ka një personazh që për ty shkëlqen mbi të gjithë në gjithë këtë vit që merr atë po themi vëmendjen? Mund të evidentosh një? Ndoshta unë i përkas një tjetër brezi, por u bë disa vite tashmë që unë personazh të shkëlqyshëm në kuptimin e karrierës, të famës, të backgroundit, se sa Alban Skënderaj nuk njoh. Vazhdon ta ruaj si thua atë. Që vazhdon ta ruaj dhe vlerat e familjes, dashurinë për gruan, respektin për gruan, një respekt reciprok që shpërndahet shumë bukur në rrjetet sociale pa zhurmë. Dhe ata punojnë edhe në tekstet e këngëve për ta thënë këtë gjë që na mjafton kjo vlera njerëzore më shumë se sa. Po një personazh që nuk ka arritur dot të ruaj këtë ecurinë pozitive. Le ta shohim anën e kundërt, nëse ti evidenton Albanin, po themi që ka këtë, Po janë shumë, prandaj s'duhet bëj emra. Janë vërtet shumë. Gjithmonë këtu vjen probleme tek këto, Jo, mirë, unë nuk kam pasur asnjëherë frikë të. Jo, nuk është punë të frikë, po. Të gojë emra. E para nga pozicioni gazetarit, asgjë personale, thjesht. Jo, e di, po vërtet janë shumë dhe nuk di, si më thënë, nuk di këtë them se në përgjithësi nuk ka figura. Janë kryesisht figurat e reality show-t që për shembull arrin një pikë të lartë dhe pastaj bien, mendon që kjo kategori mund të përfshijë këtë. Po patjetër, po shiko, unë figurat e reality show-t nuk i konsideroj personazhe publike të tani, të më thënë, siç ka edhe se brenda showbizit ka edhe këngëtarë që bëjnë këngë që janë në verë, bëhen hit, pak e kështu ande këtej, koha tregon që puna dhe produkti i vërtet është ai që mbetet në kohë, kupton? Big Brotherin, po e ndjek? Patjetër, po. Me vëmendje shumë të madhe se kam shumë njerëz që do më hyjnë shumë njerëz akoma aty brenda. Si po duket të vit? Po, u bë më shumë zhurmë se vitet e kaluara përpara se të niste. Dhe në fakt nisi shumë pa zhurmë, si më thënë. Domethënë personazhet nuk sigurisht është shpejt për të folur, por nuk më thonë ndonjë gjë të madhe. Hyn të gjithë duke ma hequr atë kuriozitetin me shpatën në dorë që mirë do ishte që këtë vit shikoni më shumë. Që këndojnë, që kalojnë bukur, që jetin batuta, që bëjnë galla. Po mes këtyre që kanë hyrë deri tani, ka disa që mbase kanë të rishur vëmendjen? Hyrja e Mirit Xhikës është e ditur, është një gjë që nuk e di vetëm unë. Ai vjen me fansa nga mbrapa, OSA Family është një grup i preferuar në disa breza, jo vetëm në brezin ton. Sigurisht Miri ka qenë gjithmonë ai, ka qenë Doktor Flori dhe Landi dhe pastaj ishte edhe ai treti. Do të thosh Stina. Por unë me Stinën kemi qenë 8 vjet në bankë. Po pra, më kujtu diçka. Po nga klasa e parë deri në klasë të 8, në 8 vjeçare. Edhe besoj se njihemi shumë mirë. Po mund të jetë një rival Stina mes Mirit dhe mund të ketë një rivalitet apo? Dgjoj, unë njoh të dy, po shumë mirë. E kupton, domethënë edhe Miri është më emocional, është më edhe më i drejtë për drejtë, po dhe më i drejtë, si më thënë. Kurse Stina ka tjetër karakter, Stina e shikon situatën ku është më mirë për të, si është më mirë për të, i merr gjërat më avash. I tha nëse do ti jesh kryetari i grupit, s'ka gjë, i tha Stina do të ndjek, por duhet me pas kujdes edhe aty se. Domethënë duhet të bëj një pyetje që po pyes edhe disa kolegë të tjerë, kolega, apo njerëz që i kemi intervistuar në këtë fund vit. Ledion Liço apo Arbana Osmani? Si qëndrojnë të atë dy si personazhe? Unë kam punuar me të dy. Kam punuar me të dy, kujdes, ha? Edhe në punë njerëzit njihen mirë. Kur e mori Ledioni prezantimin e Big Brotherit, unë kisha një lloj entuziazmi dhe më pëlqen imazhi i tij shumë perëndimor në prezantim i Ledionit. Por Big Brotheri ka nevojë për ftohtësinë e Arbanës shpesh, shumë shpesh. Dhe unë nuk e mendoja që do vinim në këtë edicion të tretë të tij, ndoshta që po e prezanton ai Ledionit dhe thosha që Arbana ku je. Që e thënë nga unë është pak
Më kupton? Do e shikon më shumë të lidhur me këtë program, me këtë format. Ka nevojë për gjakftotësi ai format kur prezanton. Për më shumë gjakftotësi. Është çështje këndvështrime sepse për shumë të tjerë mbas është më gjakftohet se ç'duhet. Edhe kjo është e vërtetë. Që ajo është më gjakftohet se ç'duhet, por në edicionin me Luizin ajo pati sfidën e saj më të madhe ku e gjithë situata i doli jashtë kontrollit, ose situatën me Fifin që i rat fikët, që situata mund të kishte dalë shumë natyrshëm jashtë kontrollit dhe ajo nuk lëvizi nga vendi dhe po të lëvizte Arbana si prezantuese. Ndoshta i gjithë transmetimi do ishte ndërprerë dhe do ishin futur reklamat, dhe do kishte futur publicitet. Kurse ai moment u mor dhe u pa live i gjithi. Prej gjakftotësisë Arbanës. Më kupton? Kush janë personazhet prezantues më të mirë që ka Shqipëria pak a shumë sipas teje? Këtu pak e vështirë ta them. Unë do kisha qenë shumë e mirë me qira fjala, po. Llafi që bia. Pa heqim ne të dy. Të ty do ishim një sukses, pastaj festivali. Definitiv. Do ishim se gjithë kërkojnë festival, nuk e di pse. Festival. Jo, si nuk di të them. Nuk di të them, e di pse nuk të them dot një personazh pastaj do kaloj te festivali. E di pse nuk të them dot një personazh që t'i vë gishtin si më i miri që prezanton, sepse të gjithë bëhen nga pak patetik. Dhe kur ke jetuar me prezantuesit italian, me gazetarin britanikëve, kupton, e ke shumë të vështirë të thuash, po pse ma vlla jemi në 2025-ën dhe akoma nuk del një njeri me natyrshmërinë dhe lirshmërinë e vet, të bëj një program siç është për të bërë, më kupton? E qartë. S'pas ke emër, domethënë. Jo, nuk m'del asnjë emër, nuk m'del dot. Salsano dhe Arilena si do dukën këtë vit? Okej, Salsano është humorist dhe Salsano është vërtet prezantues për mua. Sepse ka karizëm, nuk është një burr i bukur, nuk është një burr që vjen për të prezantuar në kuptimin po prap ka një lloj sharmi kur del në skenë. Me gjithë tullacllëkun e tij, okay? Edhe ndoshta humori e ndihmon për të qenë edhe natyral, që është shumë i natyrshëm. Dhe po, Salsano do ta veçoja me qira fjala. Tani ti vet do ishe potencialisht një kandidate për të futur në Big Brother? Po ma kërkojnë çdo vit edhe më ndalojnë në rrugë mo njerëzit, e kupton edhe ma kërkojnë këtë gjë. Edhe nuk e kuptoj pse. Këtë edicion, është deri në mars. Po mos i thuaj gjë njeriu. Ja, kjo është intervista me ty ekskluzive, pastaj do bëj shaka. Jo, nuk futem sepse unë e di si funksionon. Kanë ardhur sinjale që mund të propozojnë të futesh? Jo, këtë vitin e fundit jo, por më përpara po. Po. Madje Arbana më pati thënë që pa u bërë VIP atë, domethënë që okej, asun si isha personazh VIP në atë kohë. Po një opinioniste do isha? Një opinioniste, si thotë. Do doja të isha. Do doja, po e qajmë, e vdes. Ja, do mendoj që mund të ishe. Por do ta shohim të Monikën se pres nga ajo. Është hera e parë mbas 2 edicionesh që Arbri Shkret ka pa qamet me ato shoqjet e veta që ka pasur në karrige, që këtë herë them që do jetë më e këndshme të dëgjosh të dy. Monika, po. Monika është politikane, ka pas marrëdhënie me njerëzit edhe ka ditur të përballet me njerëzit që kur ka qenë e vet një fëmijë me freshin në PS e kështu ande këtej, kështu që po për Arbrin? Ja, Arbri e ka krijuar atë staturën e vet. Arbri është një djalë shumë inteligjent për mendimin tim. Ndonjëherë nxjerr nga situata edhe prezantuesin, jo ndonjëherë shpesh. Pra, Arbri nuk është thjesht një opinionist më në Big Brother, është një njeri që ka një peshë shumë të madhe aty për të gjithë ecurinë e prajmeve, më kupton? Kush është vllai i madh në të vërtetë, në kuptimin në Shqipëri? Nëse këtë tani ja fusim kot se ato që e prodhojnë tani.